Deputetët e Partisë së Lirisë kanë prezantuar këtë të mërkur projekt ligjin e depozituar në kuvent për uljen e TVSH-s nga 20% në 5% për produktet bazë të shportës. Zëvendës presidentja e kësaj force politike, Erisa Xhixho, gjatë konferencës për gazetarët, është shprehur se sipas Eurostat, sot shqiptarët aplikojnë taksat më të larta në rajon, ndërsa thekson se kjo politikë fiskale e ndërmarrë nga Partia e Lirisë do të ndihmojë qytetarët shqiptar në këtë kohë inflacioni dhe rritje të kostos së jetesës. Shqetësimi më i madh i qytetarëve shqiptar sot është kostoja e dyfishuar e jetesës, sidomos në 3-4 vitet e fundit. Shqiptarët shpenzojnë 40% të buxhetit familjar për ushqime. Çmimet në Shqipëri janë 50% më të larta se në Europë. Nga ana tjetër, Shqipëria ka fuqinë vlerëse më të ulët në Europë, duke tejkaluar edhe Moldavinë dhe Ukrainën. Shqipëria aplikon sot një TVSH prej 20% për ushqimet e shportës, më e larta në rajon dhe ndër më të lartat në Europë. Asnjë mas nuk është marrë nga kjo qeveri për uljen e çmimeve për të lehtësuar familjet, por vetëm propagandë. Ndërsa sekretari i përgjithshëm i Partisë së Lirisë, Tedi Blushi, nëpërmjet një postimi në Facebook përmes prezantimit të projektit, shkruan se ulja e taksave për produktet e shportës është piknisja për hapin konkret në përballimin e jetesës për familjet shqiptare. Gjatë konferencës, deputetët e Partisë së Lirisë sollën në vëmendje premtimet e kryeministrit Rama në 2013 për 0% TVSH në produktet e shportës, premtim të cilin e cilësuan propagandë nga lista e gjatë e mashtrimeve elektorale.